Se herës kur ishin tonët miqësore përzu nga Shtëpia e Bardhë, kujtohet. Apo ndoshta edhe mund të jetë e kundërta, sepse ka është një tactical report dhe Axios folën për tensionin në këtë takim. Po sigurisht që ka pas tensione. Sigurisht që ka pas tensione. Cilat kanë qenë ato? Po iku Pokrovski. Sigurisht që ka pas tensione. Se çështja është që ne flasim për luftë. Kush do i çoj fëmijët e vet të vritën në Ukrainë? Pra, presidenti Trump sapo mbylli një konflikt që është shumë më i rrezikshëm dhe më kërcënues në lindjen e mesme, duke patur parasysh që në strategjinë e tij ai mori arabët prap nga vetë dhe Turqinë, duke mos ia lënë Kinës, edhe duke mos ia lënë BRICS-it. Këtu ai ka pak a shumë të njëjtën gjë. Pra, vazhdimi i luftës çfarë do të bëjë? Vazhdimi i luftës do dobësojë ekonomikisht kontinentin evropian. Vazhdimi i luftës do vazhdoj të dëmtoj pra civilët, qytetet e tjera dhe do vazhdoj ato që kemi parë këto 3 vite gjysmë të fundit. Kjo popullata e cila është në lindje është një populatë filoruse, ka qenë gjithmonë filoruse, për të mos thënë Krimea, ti e di që si punë e Veriut Mitrovicës, domethënë, edhe Luginës Preshevës, pra shkëmbim territori. Tani çështja është që duhet të kenë një marrëveshje apo duhet të vazhdojnë luftën. Nëse do vazhdojnë luftën, lufta ka kosto, do ushtar, do armatime dhe do ekonomi. Nëse do gjeni një marrëveshje, nuk ka kur marrëveshje paqe që nuk ka probleme. Çdo marrëveshje paqe ka probleme. Ne kemi akoma sot e kësaj dite ka 30 vjet që është bërë Daytoni dhe që u mbyll lufta në Bosnjë dhe kemi akoma probleme. E jo më këtu që lufta vazhdon çdo ditë. Sigurisht që nuk ka problem. Kulla, ishte një raportim se presidenti rus Putin kishte propozuar presidentit shpas Trump një lloj shkëmbimi të territoreve. Çka mund të bëhet fjalë për çfarë shkëmbimesh? Atëherë, nëse do të ketë shkëmbim territori, bëhet fjalë vetëm për pjesën e Donbasit, pra pjesën aty lart, ku jeton komuniteti rus. Sigurisht Krimea nuk diskutohet sepse ku merr Rusia dhe ku len Rusia në këtë pjesë? Rusia tërhiqet nga kjo pjesa këtu. Sigurisht shkon Mariupol, tërhiqet nga kjo pjesa këtu që shkon për nga Odesa dhe mban këtë pjesën këtu, pra Krimea, që është e lidhur, kjo pjesa këtu dhe kjo pjesa këtu dhe tërhiqet dhe nga këtu lart. Po sigurisht nëse ka marrëveshje. Po duket qartë që